njerëzit që flasin mas shumëti për patriotizëm, për burni, për njerëzi, për moral, për pasuri, për gjitha këty, ata janë njerëzit ma të ligjë. Këtë mundet me bo një lider, jo vetëm një lider, po dhe një qytetar i rëndëm. Unë me marë thmin për shamë, shoqat jem, për gjerë ka sëriotit, edhe me marë edhe me pru thmin, shoqat përgjegje, për çështje kombëtare, që është personalitet dhe figuri gjithë qytetarëve shqiptarë, kudo që janë që jetoj, e me marë, e me qitë, e me folaj, e me akuzue, e me këndu poezi rretje ndaj të tjerëve, a i fëmi bëhet kriminal. S'ka qare babo kriminal. Sepse një diçka e tillë është të serbët. Serbët pra si të lejnë fëmija. Me në herë, edhe në mos në 7 vjeqare ata vazhdimisht fillojnë me e kriju edhe me nëzit se suksesi ma i madh i çdo serbi është që sa ma shumë me vra, me prej, me gri, shqiptar, albanca, domethënë qytetarët asaj. Kjo është filozofi në frymën fetare të popit Serbisë edhe klerikut Serbisë. Një recitim kundër kujt? Po, një recitim kundër prindëve vet, kundër familjes vet. U shlirua nga Serbia. Po, gëzon lirin, një Kosovë ku është shtet, e ku këtë shtet sot e qeverisë vetë Zoti Kurti. Që kjo mu pa këndu për Serb, që kjo që ka këndu stash, që u këndu nga kjo vojzë, është tërp. Për mu është e pa legjekshme, për mu është e pa kajshme, se nuk e leju e unë e thmijit, a ende pa mujt me ese, pa mujt me shku në shkollë, me fillu e me recitu poezi u rrejtje, ndaj popi dhe njerëzve tjerë. Kjo ndaj Serbëve më bu ka qenë krem, sepse nuk na ka hijet, neve jem në qeverisin ndërkombëtare, qeverisja ndërkombëtare, shtypje, opinioni, ambasadorët, edhe politika e cila ndërkombëtare që po mundohet me e afirmu demokracinë për gjithë qytetarët e botës, e veçanërisht në Evropë, me ndodhë gjëra të tjera është fatkeqësi.